Sot Aleanca ka vendosur me dalë me qëndrimet e veta në lidhje me gjithë ato që po ndodhin në Kosovë. Fatkeqësisht po krijohet një ndjenjë që Kosova prap rrezikon me mbet për një kohë më të gjatë pa institucione, situatë e cila nuk shkon në favor as të qytetarëve, as të zhvillimit strategjik të shtetit të Kosovës. Gjithçka është peng, gjithçka është blloku tashmë pothuajse për një vit e gjysmë. Në këto rrethona, Aleanca duhet me deklaru si vijon, ajo është se ne nuk kemi kurfar kushte vetjake. Asnjë kusht vetjak. Nuk synojmë kurfar pjesëmarrjen në qeverisje të Kosovës, në qeverinë e ardhshme. Mirë po, i kemi disa kërkesa të cilat janë jetike në mënyrë që Aleanca me kry pjesën e vetë të punës në ndihmë të krijimit të institucioneve. E ato janë si vijon. E para, institucionet e reja të Kosovës duhet qartë edhe pa ekuivoke me pranu orientimin strategjik edhe njëherë, me pranu projektin e gazit lëngshëm, gazit amerikan. Me njëherë, ky është jo vetëm projekt energjetik. Ky është projekt strategjik që tregon orientimin shumë afatgjatë të shtetit tonë. Shteti jonë duhet me njëherë me i nisë procedurat e ndërtimit edhe të termocentralit të ri në Thëngjell. Duhet me u shfrytëzu Thëngjilli jonë me njëherë, edhe ato drejtarët mundën me u mbyll shpejt, kështu që duhet shumë shpejt me vepru. Institucionet e reja duhet me njëherë me ngrit pragun e TVSH-s nga 30.000 euro në 100.000 euro. Ka qenë edhe premtimi ynë elektoral, edhe sot e përsëris. Një veprim i tillë, i njëhershëm, kish me çliru potencialin e jashtëzakonshëm ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që në Kosovë janë afër 100.000. Po flasim për 100.000 biznese mikrofamiljare të vogla ose të mesme, të cilat nuk munden me operu për shkak të pragut prej 30.000 euro. Ne kërkojmë që me njëherë, tokat e punume të lirohen nga tatimin pronë, me njëherë, t'ju lihet frymëmarrje bujqve të Kosovës, të lejohen me prodhu dhe të rritet prodhimi bujqësor. Të paktën të lirohen nga tatimi edhe të nxitet punimi i tokës. Ne kërkojmë që institucionet e reja me njëherë duhen me i buxhetu si të plota ndërtimin e infrastrukturës jetike në Kosovë, si që është rruga për Gjilan, për Pej, për Gjakov, për Mitrovic, për Podujev. Jënë të pa buxhetume, nuk ka buxhet. Kjo është arsyeja pse nuk punohet. Ne kërkojmë që në kuadër të infrastrukturës institucionet e reja me njëherë të zotohen, se për Prishtinën në 5 vitet e ardhshme duhet të ndahen 800 milion deri 1 miliard euro për shkak se Prishtina po bëhet e pajetueshme. Kryeqyteti jonë është i ngulfatur, edhe nuk ka kurfar iniciative për me nxjerr Prishtinën prej kësaj gjendje. Këtë këto që i thash, nënkuptojnë që Kosova duhet me i hap rrugë zhvillimit ekonomik, duhet me i hap rrugë zhvillimit të vetë, duhet me i hap rrugë uljes së inflacionit që po e shkatron qytetarin e Kosovës, me i hap rrugë prodhimit energjisë elektrike, e cila sot edhe me projektet cilat i prezantojnë nuk garanton as që kemë me pas zhvillim ekonomik, as që kemë me pas energji për familjet tona. Kjo nënkupton vetvete që mos zhvillimi ekonomik edhe ngecja në këtë proces, fytet e ngushta që janë kriju në këtë proces, i kanë hap edhe ma tepër dyert e emigrimit edhe Kosova po zbrazet. Me rekapitulu, Aleanca është e gatshme me ndihmu në themelimin e institucioneve pa asnjë kusht vetjak, pa asnjë kërkesë për pos zotimit të pastër që institucionet tona në të ardhmen e afërt me njëherë do t'i realizojnë këto që unë i sqarova deri më tash.